Në Shkodër u promovua albumi fotografik Tingujt folklorik të qarkut të Shkodrës. Ky botim i mbështetur nga Këshilli i Qarkut Shkodër dokumenton pjesëmarrjen e ansamblit folklorik të këtij qarku në festivalin folklorik kombëtar të Gjirokastrës. Ky botim nuk është thjesht një koleksion i çasteve të bukura artistike, por është një dëshmi e gjallë dhe e çmuar e trashëgimit të sonë kulturore. Ai nafton të bëjmë një udhtim emocionues përmes historisë së pasur të folklorit të qarkut Shkodër dhe që na kujton që muzika, vallja, kostumet, zakonet tona nuk janë vetëm pasuri shpirtërore, por janë shtylla të forta të identitetit tonë kombëtar. Shërbej edhe si një guidë turistike ku të gjitha ato vende ku të rinjt, turistët që vinë të pajisen edhe me atë pasaportën ose guidën e cila është një udhërrëfyes i një kulture shekullore që ne shqiptarët kemi dhe aq më tepër qarku i Shkodrës. Shkodra e njohur për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në fushën e folklorit, ka qenë dhe mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të kulturës tradicionale shqiptare. Qëllimi kryesor i këtij libri album ka qenë dhe do të mbetet për herë respekti dhe mirënjohja e thellë, shumë e thellë, për të gjithë bartësit dhe artistët e mrekullueshëm që kanë luajtur një rol të rëndësishëm për ruajtjen dhe pasurimin e traditës folklorike. Ndërmjet faqeve të këtij libri, lexuesi udhton drejt rrënjve tona, aty ku tradita merr frymë përmes këngës, vallës, kostumit popullor, elementë që nuk janë thjesht pjesë të kaluarës, por që jetojnë edhe në përditshmëritë tona kulturore. Ky album është një pasaportë e kulturës tonë për t'tregu kush jemi, kush kemi qenë, por duhet jetë edhe një vizion se çfarë duhet jemi tonë, pra ku po shkojmë. Për t'i vu prit të rrjedhës së rrëmbyeshme të lumit të Harresës, ky është një mjet i përkryer. Sot jetojmë një kohë që folklori kërcënohet nga ligjet e natyrshme të jetës, zhvillimet, evoluimet, moderniteti, teknologjia, komunikimi që arrit shumë. Kështu që në këtë vështrim edhe ky album na jep mundësi që në brezat që vinë shërbej si një dokument më shumë lehtë. E konceptuar si një fest, ky promovim solli edhe interpretime artistike të grupeve të 5 bashkive të qarkut Shkodër dhe artistë të mirënjohur. Në fund u dhurua edhe botimi i këtij fotoalbumi, duke vendosur folklorin në qendër të kujtesës kolektive dhe identitetit kombëtar.